Pavarësisht paralajmërimeve për protesta dhe blokada të institucioneve nga ana e sindikalistëve, të cilët kërkojnë pagë minimale prej 600 eurosh, qeveria vazhdon të insistojë se për të njëjtën duhet të merren vesh. Punëtorët dhe punëdhënësit, i pyetur nga televizioni Shenja, ministri i transformimit digjital Stefan Andonovski nuk komentoi paralajmërimet për blokadë institucionale, por përsëriti qëndrimin e qeverisë, duke thënë se ata do të mbështesin çdo marrëveshje mes palëve dhe nuk do të ofrojnë zgjidhje të pafavorshme për asnjërin palë të përfshirë në bisedime. Mbështesim atë që kemi thënë, që punëdhënësit edhe punëtorët të arrijnë marrëveshje për rrogën minimale, kurse ne si një nga punëdhënësit, si administratë shtetërore, do ta respektojmë të njëjtin. Nuk do të sillemi si në të kaluarën, kur respektoi ligje për pagë minimale, kurse asnjë nga punëtorët e tjerë në administratë nuk mori asnjë lloj rritje të rrogës në bazë të koeficientit që u takon të gjithë të punësuarve. Theksoi se nuk do të ofrojnë zgjidhje të njëanshme që nuk do të jetë as në favor të punonjësve e as në favor të punëdhënësve, po as të sindikatave. Duke u ndërlidhur me pyetjen qëndrimin e tij për rritjen e pagave, shpalosja dhe drejtori i Fondit për Sigurim Shëndetësor, Sasho Klekovski, i cili deklaroi se në shëndetësi rroga është rritur vitin e kaluar për personelin me shkollë fillore dhe ato të mesme. Megjithatë, Klekovski paralajmëroi rritje të re edhe në muajin mars të këtij viti, e në këtë rritje, siç tha ai, do të përfshihen edhe mjekët, po edhe personeli tjetër ndihmës që janë të punësuar në spitale publike. Në sektorin e shëndetësisë, vitin e kaluar pagat u rritën për 17% në mënyrë disproporcionale për punonjësit me shkollë fillore dhe të mesme. Mjekët u përfshin më pak sepse rritja ishte lineare. Kapitacionet për mjekët am u rritën për 33%, që është edhe rritje historike dhe u bë për të rritur pagat për mjekët dhe infermierët. Në bazë të marrëveshjes me sindikatat në mars të këtij viti, do të kemi edhe një rritje të pagave. Kujtojmë se lidhja e sindikatave paralajmëroi se të mërkurën e 28 janarit do të nisin protestat. Ata paralajmëruan një sërmasash, po nuk përjashtuan edhe mbledhjen e 10.000 nënshkrimeve që të mund në mënyrë formale të dorëzojnë propozim ligj në kuvent për rrogë minimale prej 600 eurosh dhe rritje proporcionale të rrogave tjera.